Ideal Zhaveli të dielën ka fest. Ai po kremton ditëlindjen e 7, por jo të ndonjë fëmijë. Tortën e ka bërë gati për të shënuar po aq vite sa është rruga dëmtuar në aksin Dolz-Gjakov. Pavarësisht shijes së jashtëzakonshme të ëmbëlsirës, ndjen krejt tjetër u jep mosriparimi i rrugës. Madje edhe në tabelen ku lajmërohet për të u vendos mosha. Aktivisti krejtësisht i vetëm protestoi për të tretin vit me radhë e arsyeën e ka të njëjtë. Sot 7 vjet është fillu kjo rrugë dhe janë presh shëritat e kësaj rrugë dhe tash viti 2026 dhe akoma jemi të pasur shumë probleme me rrugën. Kushdo që vjen ka kjo rrugë shumë shpesh, disa probleme dhe për 7 vjet sa pak është ndërtu e sa dopt është ndërtu. Megjithatë, afër tortës ai shprehu dëshirën siç është zakon për ditëlindje. Kur ta shohin shëritin edhe gërshont për secilin ministër dhe secilin kryetar kushdo që do marr, po ashtu edhe tortën që më shku sa më omël edhe pjesën ku e prenë shëritin, po shpresoj që e përfundojnë rrugën edhe vijnë me vazhdu me procedura tjera. Aktivisti tha se përkundër vështirësive qytetarët janë shumë pasiv për reagimet e tilla, andaj u detyrua që të dalë vetë sërish. Por reagim nuk pati as nga ndonjë ministër i infrastrukturës për këto vite.